Përshëndetje, sot do të përgatis peta, është një recetë shumë e veçantë, e lehtë për të përgatitur dhe të shoqërohet me sose të ndryshme, me mishra dhe me turshia. Për përgatitjen e kësaj recete, marrim një gotë të ujit qumësht të ngrohtë, i ashtojmë gjysmë gote të ujit ujë të ngrohtë, i ashtojmë një pako tharmbuke që ka 7 gram, dhe i ashtojmë një lugë të vogël sheqer dhe e përzijmë. Tani këtë e lëm të pushoj 15 minuta, pastaj në një enë tjetër e siti millin, dhe e hudhim përbërjen e tharmit të bukës, dhe hudhim pakës kryp, 2 lugë vaj të ullirit, si dhe rozmari të freskët të grirë. E kjo është rozmari që i jep një shije shumë të veçantë pejtave. Tani fillojmë ta formojmë brumin. Pasi është formuar brumi, fillojmë vetëm ta bëjmë në formë të topthit, nuk ka nevojë që të ngjishet. Vetëm derisa ta bëjmë në formë të topthit. Ja. Dhe tani në një enë që kemi spërkatur me vaj, e futim brumin dhe e mbulojmë me plastmas dhe e lëm që të vijë për afërsisht 1 orë. Natyrisht duhet të vendoset në një vend të ngrohtë për të ardhur. Derisa brumit të dëfishohet në vëllon, ja tani është ardhur. Tani këtë brum e ndajmë një kuleç të vogël dhe e bëjmë në formë të topthave të rrumbullakët të vegjël, një nga një. Dhe i mbulojmë me anë të pecetës në mënyrë që të mos thahen. Dhe tani fillojmë me njëherë që të hollojmë, i bëjmë me anë të hollusës, i hollojmë me një diametër për afërsisht 20 cm. Natyrisht se duhet t'i lyem, por e marrim tiganin dhe e qesim pakës vaj të ullirit dhe e lyem fundin e tiganit. Tani e qesim pejtën e të holluar këtu dhe në një temperaturë mesatare e fërgojmë këtë tefej në të 2 anët për afërsisht 2 minuta në secilin anë, duke pasur kujdes që të mos digjen, por që të piqen në mënyrë të barabartë në formën në të 2 anët. Ja si duken këto petat, janë mjaft të mira dhe gjithashtu fryhen pakës. Tani vazhdojmë me petën tjetër, normalisht e lëm prap fundin e tiganit me vaj të ullirit dhe përmbi qesim prap vaj të ullirit dhe e shtyjmë në të gjitha anët e petës në mënyrë që kur ta rrotullojmë të piqet në mënyrë të uniformuar. Kjo është një recetë tepër e mirë. Për recetën më të gjuajësishme, vizitoni kanalin tim të YouTube-s Mel's Menu, linkun mund ta gjeni te profili im. Aty e shtypni butonin dhe mos harroni të bëni like, share, ta komentoni dhe ta bëni subscribe. Gjithashtu më bëni follow këtu mua në TikTok për recetat e ardhshme. Këto peta mund të përdoren kështu si pete të rëndësishme dhe mund të mbështillen mishra të ndryshme, sallata të ndryshme, të shoqërohen ose mund të prehen në këtë formë. Unë kam përgatitur këtë recetë me mish të pjekur pule sot.
Ja, mund të, do më thonë të shoqërohet me speca të pjekur, me misha dhe me sallata. Shumë është një recetë e mirë. Por gjithashtu sot kam përgatitur humus shtëpie, recetën e kam postu këtu, kam përgatitur salcë kosi, speca të pjekur mesh. Dhe kjo është e tëra për sot. Ju falenderoj shumë për vëmendje. Më bëni follow për më shumë receta. Faleminderit shumë për vëmendje dhe suportin.